Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë, të nderuara mediat pranishme, të dashur qytetarë, konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dërhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Nga ajo ditë e deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga legjislatura e 9 e Kuvendit të Republikës Kosovës, qeveria jonë ushtron të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit tonë në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës. Krahas përmbushjes së mandatit të plot qeverisës, që na vë në një rol kujdestar deri në formimin e qeverisë së re, unë në emër të kabinetit qeveritar dje jam drejtuar Kuvendit të Republikës sonë me një letër përmes së cilës e kam njoftuar për statusin e qeverisë sonë pas datës 23 mars 2025 dhe për dorëheqjen time nga posti ekzekutiv, veç se efektiv nga ajo datë dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Të dashur qytetar, ligji për qeverinë e bën të qartë se një qeveri në dorëheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në enit 30, ndonse të kufizuara në enit 31, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Shteti nuk mund të ketë vakum qeverisje, qeveria nuk mund të ketë ndalesë funksionimi. Kemi nga e kaluara shembullin e ish kryeministrit Thaçi që ndonse kishte dhënë betimin e deputetit në korrekt të vitit 2014, kishte vazhduar të jetë kryeminist në detyrë deri në 10 të atij viti kur pa votuar qeveria e re. E kemi shembullin e ish kryeministit Haradinaj, i cili dha dorëheqjen korrekt vitit 2019, vetëm për të vazhduar tutje si kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë Kurti në shkurt të vitit 2020. Gjithashtu e kemi shembullin e ish kryeministit Hoti, i cili mbeti në detyrë deri në formimin e qeverisë Kurti 2 në mars të vitit 2021, përkundër faktit që qeveria e tij u shpall e jashtëligjshme nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2020. Pra në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndarë, një qeveri e udhëhequr nga AK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për një orë, por as për një minutë të vetme.
Përkundër thirrjeve të papërgjegjshme opozitare dje për pezullim të shtetit, shteti funksionon. Prej arrestimit të kriminalëve serb, te digitalizimi i orkave fiskale e te publikimi në Shkodër i projektit Hekurudës, Prishtinë, Durrës me 14 tunele, 43 ura, 7 stacione të reja dhe me gjatësi gati 106 km. Funksionon edhe sot shteti me vendimet që kemi para vetës në rendin e ditës për mbledhjen e 258, të cilën do ta kemi për shqyrtim bordin e ri të drejtorëve të ndërmarrjes publike, kompania rajonale e ujësjellësit Hidroregioni Jugor, huamorrjen për Telekomin e Kosovës, planin e veprimit për zbatimin e strategjisë për avancimit të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali, propozimin preliminar për shpërndësimin për interes publik të pronave të palishme për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë Republikës Kosovës në komunën e Prizrenit dhe Malishevës e të tjera e të tjera. I siguroj qytetarët se për të zhurmës opozitare dhe disa mediave të ish regjimit dhe të oligarkëve që madje kanë shkuar aq larg sa që i kanë regjistruar biznesin në Serbi, Republika e Kosovës atë dhe po ecën përpara në ekonomi e në demokraci, në rend me ligj e me siguri e paqe për gjithë. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me rendin e ditës për mbledhjen e sotme. Pika e parë është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve 251 dhe 254 dhe të ekstrakteve të procesverbaleve të mbledhjeve 250, 252, 253, 255 dhe 256 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës, e këto ekstrakte dhe procesverbale e transkriptet mbledhjeve u janë shpërndar në linkun e materialeve të mbledhjes 258 të qeverisë. Andaj nëse nuk keni vrejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e bordit drejtorëve të ndërmarrjes publike, kompania rajonale e ujësjellësit Hidroregioni Jugor SHA Prizren, pas një procesi të nisur me vendim të sekretarit përgjithshëm të zyrës së kryeministrit para disa muajsh, ju ftoj që sot ta bëjmë emërimin e bordit drejtorëve të kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidroregioni Jugor, shoqëria aksionare Prizren, e duke u bazuar në rregulloren mbi kriteret për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale dhe pjesëmarrjen e komunave në bordet e ndërmarrjeve rajonale të ujit, me datë 12 shkurt 2025, e kemi përcjellë shkresën dhe listën e kandidatëve të suksesshëm në asociacionin e komunave për nominimin e kandidatëve. Nga të njëjtit e kemi pranuar përgjigjen pozitive. Tani pas kompletimit të procesit, listën finale prej 4 emrave për anëtar të bordit drejtorëve ndërmarrjen publike, kompania rajonale e ujësjellësit Hidroregioni Jugor SHA Prizren e prezantoi në këtë përbërje. Ylber Elshani kryesues, Agim Muçaj antar, Selvete Gjikolli antare, Syleman Gashi antar. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i kërkesës për huamarrje për ndërmarrjen publike, Telekomi i Kosovës SHA, subjekti i aprovimit nga Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve. Me fuqizimin e ndërmarrjeve publike, përmes mirë menaxhimit dhe investimeve të bëra të nevojshme për qytetarët, është përmirësuar llogaridhënia, besueshmëria e pasqyrave financiare, si dhe janë arritur rezultate mbreslënëse në fitimin që kanë shënuar ato. Shembull tejet pozitiv është ndërmarrja publike Telekomi i Kosovës, që ka mbri fitim prej 7 milion euro në vitin 2023 dhe 7 milion euro për vitin 2024, e pas 8 vitesh humbje kumulative prej 149 milion euro. Me qëllim të fuqizimit të mëtejmë kësaj ndërmarrje, sot është prezantuar aprovimi në parim i kërkesës për huamarrje në vlerë prej 10 milion euro për ndërmarrjen publike Telekomi i Kosovës SHA, e të cilën do ta bëjë Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kurrë Marati.
Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Para jush paraqes kërkesën për huamarrje në vlerë prej 10 milion euro nga Telekomi i Kosovës, ndërmarrje publike, pra e cila kërkesë duhet të miratohet apo kërkon miratimin në parim në qeveri. Ndërmarrja e Telekomit të Kosovës në fillim të mandatit, pra kur kishin marrë mandatin, kishte vështirësi të shumta, sidomos financiare, por edhe organizative, për shkak të shumë viteve keq menaxhim dhe abuzim me ndërmarrjen pra gjatë qeverisive të kaluara. Gjithsesi, pra me bordin e duhur, me menaxhmentin e duhur dhe me përkushtimin edhe të qeverisë për ta mbështetur ndërmarrjen, ndërmarrja ka arritur të këndellet, kësaj pra duke zvogluar fillimisht shpenzimet operative, numrin e stafit, pra kjo ka rezultuar pastaj që të ketë edhe hapësirë për investime të reja, gjithsesi edhe me mbështetjen e qeverisë, dhe tashmë edhe trendi i të hyrave është kthyer në trend rritës. Dhe siç e thatë edhe ju, kemi të bëjmë pra sidomos në 2 vitet e fundit me një performancë tepër të mirë, ku tashmë kemi edhe realizim të profitit neto prej 7 milion euro për 2 vite radhazi. Gjithsesi, vështirësitë nuk janë të kaluar të gjitha, pra ka ende probleme që nga e kaluara e errët, pra e abuzimeve dhe keq menaxhimit shumë vjeçar të ndërmarrjes ende paraqesin probleme dhe shkaktojnë her pas here, pra sikur në rastin konkret, probleme me likuiditet ku ndërmarrja tash e disa muaj pra ka llogaritë të bllokuara për shkak të një rasti përmbarimor nga një kontratë e dëmshme e mëhershme. Kjo ka rezultuar që ndërmarrja pra të jetë në vonesa në pagesat e faturave me operatorët ekonomik me cilët ka marrëdhënie, e gjithsesi edhe në vonesa pra në shlyerjen e obligimeve, detyrimeve tatimore. Në mënyrë që të tejkalohet kjo situatë, pra dhe ndërmarrja të kthehet pra përqendrimit për vazhdimin e investimeve dhe rritjen e ndërmarrjes, propozoj para jush pra që të miratohet kjo kredi, në mënyrë që të vjojmë tutje edhe me hapat teknik për të mundësuar pra financimin e kësaj krediet likuiditetit në mënyrë që ndërmarrja të vazhdoj punën. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Muratja, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstaton që miratohet. Shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e rialokimin e mjeteve buxhetore në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, në pajtim me marrëveshjet dhe aneks marrëveshjet e mirëkuptimit për projektet kapitalit nënshkruar nga Ministri i MZR-s dhe kryetarët e komunave është pika e radhës. Ministria e Zhvillimit Rajonal ka propozuar të aprovohet rialokimi i mjeteve në shumë prej 147.000 euro për 2 projekte kapitali. Pari është Parku i Aventurave në komunën e Kamenicës dhe i dyti është ndërtimi i rrugës Dragonce e Re dhe Dragonce e Vjetër në komunën e Novobërgës. E ftoj Ministrin e Zhvillimit Rajonal, Zotëri Fikrim Damkën, që ta marrë fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministrat, të nderuar kolegë ministrat kabinet qeveritar. Me qëllim të zbatimit të programit për zhvillim rajonal në kuadër të planit të punës së MZR-s, për vitin 2025, Ministria e Zhvillimit Rajonal paraqet për aprovim propozim vendimit për rialokim mjeteve me shumën prej 147.482 euro në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal me kod 221 në programin administrata qendrore me kod 11321 nga kategoria ekonomike shpenzime kapitale, konkretisht nga projekti programi për zhvillim rajonal me kod 18782 në 2 projekte kapitale në përputhje me marrëveshjen mirëkuptimit e nënshkruar nga Ministri i MZR-s dhe kryetarët e komunave. Projekti Parku i Aventurave në komunën e Kamenicës me shumën prej 50.000 euro dhe ndërtimin e rrugës Dragance e Re dhe Dragance e Vjetër në komunën e Novobërgës me një shumë prej 97.482 euro. Ministria e Zhvillimit Rajonal është në proces të përgatitjes e projekteve nga kategoria investimet kapitale për vitin 2025, me që rast dhe ka nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit me komunat përfitues konform udhëzuesit e MZR-s për realizimin e programit për zhvillim rajonal. Propozim vendimi është në përputhje me ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2025, andaj ju ftoj që të njëjtë të votohet. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Domka, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 5 është shqyrtimi i draftit planit veprimit 2025-2026 për zbatimin e strategjisë për avancimin e drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Republikën e Kosovës 2022-2026.
Qeveria jonë mbet të përkushtuar në avancimin e drejtave të njerëzit për të gjitha komunitetet në Kosovë, në veçanti për komunitetet rom dhe ashkalit, të cilat historikisht janë përballur me përjashtim, marginalizim dhe diskriminim sistematik. Ky përkushtim konkretizohet edhe përmes miratimit të planit veprimit të rishikuar 2025-2026, i cili mbështet zbatimin e strategjisë për avancimin e drejtave të komuniteteve rom dhe ashkalit në Republikën e Kosovës 2022-2026. Plani synon jo vetëm zbatimin e obligimeve tona politike dhe institucionale, por edhe ndërtimin e një shoqërie të barabartë dhe të drejtë ku komunitetet rom dhe ashkali nuk trajtohen si kategori të veçanta, por si qytetarë me të drejta të plota dhe të garantuara. Draft plani i veprimit 2025-2026 përfaqëson një vazhdimsi të politikave shtetërore që synojnë ndërtimin e një republike të Kosovës shumë etnike, gjithëpërfshirëse dhe me vlera të barazisë, drejtësisë dhe respektit për diversitetin. Një shtet që pra nuk lë askë prapa dhe që garanton se gjitha komunitetet, përfshirë këtu edhe komunitetin rom, janë të barabartë para ligjit dhe se të drejtat e tyre respektohen, mbrohen dhe promovohen në çdo aspekt të jetës shoqërore. Nëse nuk ka dikush diçka për diskutuar, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. 2 pikat në vijim, 6 dhe 7, nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, do të prezantohen së bashku, ndërka që më pas ato i hedhin në votim njëra pas tjetrës. Këto 2 vendime synojnë të forcojnë kapacitetet institucionale për hartimin dhe zbatimin e politikave të qëndrueshme për ruajtjen e biodiversitetit. Po ashtu arrihet sigurohet koordinim më i ngushtë ndërinstitucional dhe pozicionon Kosovën si pjesë aktive në rrjetet dhe platformat rajonale për menaxhimin e faunës së egër në rajonin Dinarek, Ballkan, Pindos. E ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Zotërin Fatën Pecin, që ta trajtoj propozim vendimin për themelimin edhe të grupit koordinues, edhe të grupit intervenues për mishngërënësit e mëdhej, Ariun e Murm, Rrëqebullin Ballkanik dhe Ujkun. Ministër Peci. Faleminderit shumë kryeministër, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, me lejoni që shkurtimisht të prezantoj ekspozin për propozim vendimin për themelimin e ekipit koordinues dhe ekipit intervenues për mishngërënësit e mëdhenj Kosovë, Ariu i Murm, Ujku dhe Rrëqebulli. Qëllimi i këtij vendimi është të krijojë dhe funksionalizojë një strukturë të qëndrueshme, të organizuar dhe të koordinuar për menaxhimin e mishngërënësve të mëdhenj Kosovë, duke garantuar ndërhyrje të shpejtë, të kontrolluar dhe të sigurt në rastet urgjente për përfshirjen, prezencën apo konfliktet në këtë specie në vend banime edhe zona të prekura, veçanërisht në ato zona të rurale ku rreziku është më i theksuar për fermerët. Ky grup do të kontribuojë në rritjen e sigurisë publike dhe në parandalimin e veprimeve të palegjshme ndaj specieve të mbrojtura. Qëllimi kryesor i grupit koordinues është që të shërbejë si grup këshillëdhënës dhe koordinues ndërinstitucional që do të zhvillojë politika afatgjate për menaxhimin dhe ruajtjen e mishngërënësve të mëdhenj në Republikën e Kosovës. Ndërsa qëllimi kryesor i grupit intervenues është që të veprojë në mënyrë të shpejtë dhe të koordinuar në situata urgjente që përfshin mishngërënësit e mëdhenj, si dhe të kontribuojë në menaxhimin e tyre në terren. Njëherët ky vendim do ta pozicionojë Kosovën si pjesë aktive në rrjetet rajonale për menaxhimin e faunës së egër në rajonin Dinarek, Ballkan, Pindos dhe do të përmirësojë qasjen në të dhëna dhe monitorimin shkencor në harmoni me praktikat më të mira evropiane për mbrojtjen e biodiversitetit. Duke marrë përbazë arsyet e lartëcekura, propozoj miratimin e këtij propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Peci, a do më fjalën dikush për diskutim? Atëherë po e hedhim në votim pikën e parë që është për themelimin e grupit koordinues. Kush është për? Faleminderit. Edhe pika e dytë për të njëjtën çështje është themelimi i grupit intervenues. Kush është për? Faleminderit. Konstatojmë që miratohen të dyja. Pika e 8 e agjendës së sotme është shqyrtimi i kërkesës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve të transferuara në buxhetin e Republikës së Kosovës në ndërmarrje shoqërore
NBI Suareka dhe KB Malisheva. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka propozuar të aprovohet kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fundeve transferuara në buxhetin e Republikës Kosovës në 2 ndërmarrje shoqërore. Në NBI Suareka në shumë prej 651.000 euro dhe në ndërmarrjen shoqërore KB Malisheva në shumë prej 72.000 euro. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kronë Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, siç e dini, pra fondet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, me rastin e shitjes apo likuidimit të aseteve nga ndërmarrjet shoqërore, kalojnë në llogaritë AKP-s dhe të cilat pra në të kaluarën qeveritë e kaluara kryesisht kanë pasur mundësinë të tërheqin një pjesë të tyre pra për t'i përdorur për shpenzime kryesisht të nivelit të investimeve kapitale. Megjithatë, me rastin e tërheqjes së këtyre mjeteve, pra marrjen përsipër të këtyre mjeteve nga ana e qeverisë, pra kur i merr qeveria prej AKP-s, njëkohësisht sipas ligjit garanton që çfarëdo detyrimi që mund të rrjedhë në të ardhmen nga kërkesat e kreditorëve apo nga proceset e hapura të cilat trajtohen në dhomën e posaçme në Gjykatën Supreme, qeveria merr përsipër që kurdo që këto kërkesa paraqiten do bëhen të plotfuqishme apo shpenzimet duhet të paguhen, atëherë brenda 30 ditësh duhet të kthejë mjetet e kërkuara, pra që i ka marrë më herët. Këtu kemi të bëjmë me mjetet pra që janë marrë në vitin 2019 dhe tani pra kemi kërkesën nga AKP pra që të kthehen një pjesë e këtyre mjeteve për shkak se ka rezultuar pra që janë vendime të plotfuqishme dhe duhet të bëhet ky kompenzim. Pra, si rezultat i kësaj, siç e thatë ju kryeministër, kemi kthimin e mjeteve në vlerë prej 651.360 euro për ndërmarrje shoqërore në NBI Suareka, si dhe kemi kthimin e mjeteve në vlerë prej 72.622 euro për ndërmarrjen shoqërore KB Malisheva. Ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për të diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat e institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës Kosovës në komunën e Prizrenit dhe Malishevës, për çfarë e ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëria Ndrakën, që ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Pas miratimit të vendimit numër 09 thy për 249 nga Qeveria e Republikës Kosovës të datës 26/02/2025, Departamenti i Shpronësimit më datë 12 dhe 13 mars 2025 ka mbajtur dëgjimet publike në komunën e Malishevës dhe Prizrenit me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe ka trajtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së palojshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore dhe i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar për ligjshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat të institucioneve qendrore të sigurisë së Republikës së Kosovës, zona kadastrale Atmagj, komuna Prizren dhe zona kadastrale Banj, komuna Malishev, sipas tabelave të bashkangjitur këtij vendimi. Ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 10 është shqyrtimi propozim vendimit për bartjen e drejtës në shfrytëzim dhe ndryshimin e shfrytëzuesit në ngastrat që ndodhen në komunën e Jonikut, në përputhje me mënyrën e shfrytëzimit, kosggjatjen dhe kompenzimin e pyjeve dhe tokës pyjore. Propozohet të aprovohet kërkesa e MKRS-s për bartjen e drejtës shfrytëzimit dhe ndryshimin e shfrytëzimit në ngastrat që ndodhen pranë komunën e Jonikut, zona kadastrale e Joniku. Bartja e drejtës shfrytëzimit bëhet me qëllim të ndërtimit të monumentit dëshmorëve të rënë me 17 korrik 1998 të vendi Rasa e Zogut, bjeshkët e Jonikut. Investimi do të bëhet përmes Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale me procedurë të hapur konkurruese, bazuar në kritere objektive, transparente dhe jo diskriminuese. E ftoj Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotëria Rullaqekun, që ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër.
Parajush paraqes kërkesën për dhënien në shfrytëzim të pronës shtetërore për ndërtimin e monumentit memoriali të rënëve të 17 korrikut 1998 në Junik, në përkujtim dhe nderim të rënëve me të datë që do të shërbejë si simbol i luftës së lavdishme të ushtrisë ligjore të Kosovës dhe ruajtjes së kujtesës historike për brezat e ardhshëm. Monumenti memoriali të rënëve të 17 korrikut 1998 në Junik do të ndërtohet në zonën bjeshke të Junikut, konkretisht të pjesa rrasa e zogut në këtë komunë. Vlen theksohet se dhënia në shfrytëzim e pronës shtetërore në përputhje me dispozitat e veçanta të legjislacionit në fuqi, pra pjesa e pyjeve dhe tokës pyjore, për raste të veçanta dhe projekteve zhvillimore që janë për interes publik, kombëtar dhe historik, mund të jepet në shfrytëzim pa kompenzim me vendim nga qeveria. Projekti është i përfshirë në planin e investimeve për vitin 2025 të Ministrisë së Kulturës përmes Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale. Agjencia përkatëse do të zbatojë projektin pas miratimit nga qeveria në përputhje me ligjet në fuqi dhe në respekt të standardeve vendore dhe ndërkombëtare. Në fund do ta falenderoj ministrin Peci dhe Agjencinë e Pyjeve për bashkëpunimin dhe mbështetjen në jetësimin e këtij projekti me interes të veçantë. Ju ftoj për miratim, faleminderit. Faleminderit ministër Qeku, edhe fare ndikur për diskutim. Me që jo, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka abstinim, s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tash tek pika 11 të ndryshme i kemi 4 pika. Nuk është keq për qeverinë detyrë. Shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Shtetit të Izraelit. Kjo marrëveshje ka për synim krijimin e një baze të qëndrueshme ligjore për nxitjen e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, duke inkurajuar investime të ndërsjellta dhe duke siguruar një klimë të qëndrueshme, transparente dhe për të mbrojtur investitorët. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra, lejoni që të paraqes parajush nismën për negocimin e marrëveshjes ndërkombëtare për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve në mes Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Izraelit, për qëllim të nxitjes dhe promovimit të investimeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme nga investitorët e dy vendeve, mbi bazën e barazisë dhe përfitimit të ndërsjellë në përputhje me këtë marrëveshje. Kjo marrëveshje synon të inkurajojë rritjen e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, për të nxitur investimet të ndërsjellta dhe për të siguruar një klimë të qëndrueshme, transparente dhe për të mbrojtur investitorët nga të dy vendet. Përmes kësaj marrëveshje inkurajohen investimet duke respektuar ligjet vendore, si për shembull ligji për mjedisin dhe punën, dhe duke mbajtur masa për mbrojtjen e objektivave të lehtëshme të interesit publik, siç janë për shembull shëndeti, siguria dhe mjedisi. Për Republikën e Kosovës kjo marrëveshje përveç tjerash synon të sjellë përfitime konkrete si tërheqja e investimeve në sektorët strategjik të vendit tonë, transferimi i teknologjisë dhe transferimi i dijes përmes investimeve të qëndrueshme dhe të përgjegjshme, rritja e eksporteve dhe çastja në rrjetet e reja tregtare, rritja e punësimit dhe rritja e të ardhurave kombëtare. Kjo nismë ka kaluar në të gjitha fazat procedurale të parashikuara nga rregulloria e punës së qeverisë dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjore, dhe për më shumë me konsultimet e afërta dhe marrjen e rekomandimit nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ky propozim vendim është në harmoni me nenin 31 paragrafi 4 i ligjit për qeverinë, ku thekson se qeveria në ndërheqje zhvillon të gjitha veprimet për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat ratifikohen nga presidenti. Nisur nga këto që u tha më lart, me lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të kërkoj nga kabineti qeveritar miratimin e parim të nismës për negocim të marrëveshjes për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve në mes Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Izraelit. Ju faleminderit. Faleminderit ministra Hajdare, do fillojmë dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronës palojshme të ndërmarrjes shoqërore
kooperativa bujqësore Ropotove Madhe, zona kadastrale Dobërçan që menaxhohet dhe administrohet nga AKP, shpërndësimi i të cilës është i nevojshëm për realizimin e projektit Varrezat e Gjilanit dhe fusha sportive në Dobërçan, zona kadastrale Dobërçan, komuna e Gjilanit. E ftoj edhe një herë zëvendës ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zotëria Dhëndrakën, që ta marrë fjalën. Faleminderit nderuar kryeministër. Për shpërndësimet e pronave të cilat janë prekur nga realizimi i projektit Varrezat e fshatit dhe fusha sportive në Dobërçan, zona kadastrale Dobërçan, komuna Gjilan, me propozimin e Departamentit të Shpërndësimit, Qeveria e Republikës Kosovës ka nxjerrë dy vendime, pra vendimin numër 11/238 dhe vendimin preliminar numër 10/251 të datës 12/03/2025 për shpërndësim. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara me nenin 11, 44 dhe 45 të ligjet për shpërndësim, i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilën miratohet vendimi përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronës së paluajtshme të ndërmarrjes shoqërore kooperativa bujqësore Ropotove Madhe, zona kadastrale Dobërçan. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Roka, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër, s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim kemi shqyrtimin e propozim vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronës paluajtshme shoqërore Industria e Tekstilit Integ, parcela kadastrale numër 4945/7 dhe objektet që menaxhohet dhe administrohet nga AKP, shpërndësimi i cili është i nevojshëm për realizimin e projektit Qerdha e Fëmijëve, hapësirë gjelbëruse dhe infrastrukturë rrugore në komunën e Gjilanit. E ftoj përsëri zëvendës ministrin Roka që ta merr fjalën. Faleminderit nderuar kryeministër. Pra, edhe këtu janë nxjerrë dy vendime, pra vendimi numër 12/238 të datës 18/12/2024 dhe vendimi preliminar numër 12/251. Andaj pas plotësimit të kushteve të parapara në ligjin për shpërndësim, Departamenti i Shpërndësimit i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendimin me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronës së paluajtshme shoqërore Industria e Tekstilit Integ. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Roka. Meqenëse se do fjalën dikush për diskutim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes jetik pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i projektit, zgjerimi i rrugës nacionale N2, segmenti hyrja në qytetin e Ferizajt, është pika e fundit tek pika e fundit të ndryshme dhe ja fjalën edhe një herë për herë të fundit për sot, zëvendës ministrit Jetën Roka. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pra për shpërndësimet e pronave të cilat janë prekur nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale N2, segmenti hyrja në qytetin e Ferizajt, zonat kadastrale Prelez i Jerlive, Muhoc, Talinos i Jerlive, Talinos i Muhaxherve, Ferizajt dhe fshati vjetër me propozimin e Departamentit të Shpërndësimit, Qeveria e Kosovës ka miratuar dy vendime, pra vendimin e parë dhe vendimin preliminar, andaj pas plotësimit të kushteve të parapara në ligjin për shpërndësim, i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Roka, e do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq e përfundojmë jetën e sotme. Ju faleminderit.